të nderuar anëtar të komisionit, së pari më lejoni t'ju falenderoj që ekspertizën e institutit e keni ftuar të jetë prezent këtu. Unë nuk duhet të ndalem gjatë për ekonomi kohore, sepse materialet ju a kam dërguar. Unë kuptoj fare qartë që kjo është torta që duhet dahet në shkallë kombëtare, 47 miliard buxheti nga transfertat, në total 1.2 miliard. Kuptohet një shifër e rritur krahasuar me 2024, goxha e rritur me vitet më përpara. Sigurisht, ngopje me buxhet nuk ekziston në asnjë vend, por për te shifrave ne duhet diskutohet edhe për procedurat kryetarit, por jo pa rëndësi është mënyra e menaxhimit këtyre parave për të qenë sa më shumë eficiente dhe për të ndryshuar atë raportin midis shpenzimeve operative dhe investimeve, që për hir të së vërtetës raporti është pothuajse 20% investime, pjesa tjetër 80% shkojnë për kosto administrative. Ky raport është çështje e menaxhmentit dhe duhet të ndryshohet. Megjithatë, unë do ndalim vetëm tek 3 ndërkërkesat që kanë analizuar ekspertët. Shiko, 3 janë sektorët që edhe sot në këtë ditë, edhe në këtë përmbytje dhe lagështira dhe shirat e fundit të nxjerrin problematika shumë koherente, që këto zgjidhen me dyfishimin e buxhetit kryesisht në këto 3 sektor. Për shembull, administrimi i pyjeve dhe kullotave ka rreth 6 milion euro. Askush nuk e imagjinon që të administrohet pyjet e Shqipërisë me një buxhet të 61 bashkit. Marrë në konsiderat që trupa e administratës që kujdeset për pyjet në Shqipëri, që është thesari më i madh që kemi, është vetëm 600 punonjës. Dhe ky buxhet, po të bësh llogarinë, shkon më tepër për kosto administrative. Ndaj ne kërkojmë një dyfishim, dhe kjo do jetë në nderin e qeverisë dhe të parlamentit, që të kufizohet pakto në këto 3 dhe të bëjnë një reflektim edhe në respekt të kërkesës kryetarëve, por dhe të qytetarëve. Nëse pyjet nuk i kemi të shëndetshme, i kemi pasojat ke përmbytje. Në qoftë se s'kujdesemi për pyjet, i kemi problemet tek zjarret. Një kërkesë tjetër që kemi ka të bëjë me rrugët rurale. Shiko, buxheti planifikuar për vitin 2026 është rreth 7 milion euro. Ne duhet kuptojmë fare qartë që kemi trashëguar rrugë rurale shumë të dobta, me gjithë progresin e bërë nga bashkitë për t'i përmirësuar. Sigurisht situata është, për mua mbetet alarmante rrugët rurale. Ndaj, dyfishoni dhe këtë buxhet. Në qoftë se bashkitë kanë dyfishimin e këtyre buxheteve, kanë përshtypjen që do lubrifikohet më shumë ekonomia rurale. Do këto qytetarët, fermerët do ju krijojnë më shumë akses atje ku janë nxënësit të rinj të rreth. Nuk mundet sot në vitin 2025 të kemi në këtë gjendje rrugët. Unë përshëndes çdo iniciativë të çdo bashkie që hap rrugë me zhavor edhe ju bëj like në Facebook. Por nuk është ky trendi. Edhe vetë bashkitë duhet t'i qasen standardit qeverisë qendrore për këto përafrimin me Bashkimin Evropian, me standardet tjera. Në rrugë me zhavor ne jemi shumë larg. Pra edhe këtu do jetë mirë t'ju dyfishohet buxheti. Shkojmë pastaj ke ujitja dhe kullimi. Hallke dobët historikisht, hallke dobët edhe sot. Edhe po pra kryetarët e din fare mirë, po dhe institucionet qendrore din, po dhe auditet nga KLSH-ja tregojnë një problematik të madhe me kuadrin ligjor, mungesë fondesh, mungesë transferimi dhe inventarit të kanaleve, hidrovoreve, dikush e thotë ka institucioni qendror, dikush bashkia, por dhe këtu kemi rreth 11 milion euro. Po ne kuptojmë fare qartë që ne jemi zonë rurale, jemi kështu shumë rural, për hir të së vërtetës, fushat, kodrat, aseti më i madh, pasuria më e madhe, bujqësia, agrobujqësia, turizmi rural. Ky nuk po na kthen atë vlerë që realisht ka, nga 25% që i kontribonte bujqësia në GDP, sot kontribon 17 apo 18% me rënien 6-7%. Po pse ka ardhur kjo? Kjo ka ardhur sepse me kaq buxhet 11 milion euro, 61 bashkitë kanë të pamundur të kthejnë të mirat materiale, ta kthejnë bujqësinë aty ku duhet.
Kështu që unë vetëm në këto 3 sektor, këto transfertat sektoriale, kam përshtypjen që edhe në këto tortën e madhe, po të heqësh diçka nga pjesët tjera dhe t'ju dy fishojmë, këtu bëhet fjalë për tash edhe një qindar për këtë ekonomi është shumë e rëndësishme, por unë kam përshtypjen që me pak azhonime dhe me pak vullnet tuajin të gjithë këtu, kam përshtypjen që ekonomia rurale, ky sektor shumë i rëndësishëm, mund të rikuperohet, mund të rigjenerohet më mirë dhe atje ku shpresa është më e vogël, atje ku ekonomia dhe qytetarët janë më disfavorizuar, do marrin një frymëmarrje më të madhe dhe bashkitë, Këshilli Bashkiak nuk do jenë në pozita të vështira të shtrënguara për këto çështje. Edhe një herë faleminderit shumë, ne ju a kemi dërguar me shkrim për çdo mendim, jam krejt i gatshëm të kontribuoj më. Faleminderit.